Përplasja e fundit mediatike mes Arbana Osmani dhe Ledion Liçov pasqyron më shumë se një debat të thjeshtë mes dy moderatorëve. Ajo reflekton ndryshimet, rivalitetin dhe dinamikat e reja në televizionin shqiptar. Dy formatet që ata përfaqësojnë, Big Brother VIP Albania dhe Ferma VIP, janë kthyer në qendër të vëmendjes publike, duke krijuar një teren ku konkurrenca nuk zhvillohet vetëm mes pjesëmarrësve, por edhe mes figurave që i drejtojnë këto spektakle. Arbana Osmani, e njohur për vite si fytyra kryesore e Big Brother VIP, ka nisur një kapitull të ri me Ferma VIP, duke tentuar të krijojë një identitet të ndryshëm dhe të veçantë. Megjithatë, gjatë moderimit të saj, disa komente të saj janë interpretuar si kritika të tërthorta ndaj formatit që ajo dikur drejtonte. Këto deklarata kanë ngjallur reagime të menjëhershme në publik, duke nxitur krahasime të vazhdueshme mes dy emisioneve dhe stilit të tyre. Nga ana tjetër, Ledion Liçov, që tashmë drejton Big Brother VIP Albania, ka zgjedhur një mënyrë më të tërthortë për t'u përgjigjur këtyre komenteve. Përmes një fraze me ngarkesë simbolike, ai ka lënë të kuptohet se disa figura mund të jenë ende të lidhura me të kaluarën e tyre, edhe pse përpiqen të ecin përpara. Kjo qasje nuk është një sulm i drejt për drejt, por një formë komunikimi që i lë hapësirë interpretimit, duke e bërë situatën edhe më intriguese për publikun. Kjo përplasje tregon se televizioni modern nuk është më vetëm një mjet argëtimi, por edhe një arenë ku ndërtohen narrativa, identitete dhe rivalitete. Publiku nuk është më thjesht spektator, por pjesë aktive në interpretimin e këtyre mesazheve dhe në krijimin e perceptimeve. Në këtë kontekst, çdo fjalë, çdo nënkuptim dhe çdo deklaratë merr peshë të veçantë. Në përfundim, marrëdhënia mes Arbanës dhe Ledionit, qoftë edhe në formën e këtij komunikimi indirekt, pasqyron një fazë të re të televizionit shqiptar, ku konkurrenca dhe strategjia mediatike janë po aq të rëndësishme sa vetë përmbajtja e programeve. Kjo situatë jo vetëm që rrit interesin e audiencës, por edhe dëshmon se figura publike mbeten gjithmonë në dialog me të kaluarën dhe me njëra tjetrën, edhe kur nuk komunikojnë drejt për drejt.